Po, ka mashkuj për ty. Kur kam qenë shumë e ri, më ka pengu kjo pjesa e gjatësisë, nuk kam pas shumë vetbesim ose thjesht nuk ja kom ditë rëndësinë gjatësisë, po tash prej se merrem edhe me sport aktivisht dikun rreth moshës 12-13 vjeçare, edhe kur kam filluar më herët me qenë edhe në balet, e kam vrejtë që domethënë është një aset i imi, të cilën shumica njerëzve dhe ndrojnë edhe kanë qejf me qenë gjatë. Po, ka mashkuj për ty. E këtu është pak problem, se për mua është në privilegj nëse partneri im i ardhshëm do të ishte të paktën në gjatësinë time, se për më i shkurt s'kisha pas qejf me qenë, po Sa do që mundet me qenë personi mira? nuk di, nuk kisha qitë nështë vijat kuqe ashtu me thonë, po nuk i dijet jetës edhe fatit, njerëz kanë thonë kur mos thuj kur, kështu që as në rastin tim nuk e besoj që kisha me pas qef me thonë diçka strikt që kjo nuk vlen për mu, po në Kur mos thuj kur? Kur mos thuj kur edhe nuk po ka shumë mashkuj të gjatë, nuk e di pse. Po shkojnë të zvoglu femna, po shkojnë të rrit. Nuk e di pse po ndodh kjo, po megjithatë unë jam e lumtur për gjatësinë edhe për këtë, domethënë aset që ma ka falë i madhi Zot.